Gjatë paraqitjes së tij në SPAK, kryeministri Sali Berisha është ndalur tek incidenti ndodhur në Zvërnec, duke mbajtur një qendrim të dyfisht, dënim të dhunës dhe në mbështetje të investimeve të huaja. Berisha e cilësoi të papranueshëm atë që ndodhi gjatë protestës, duke hedhur akuza ndaj policisë. Në qoftë se është fjala për dhunën e ushtruar ndaj protestuesit, e dënoi atë, ai ishte rrëmbim në duart e policisë dhe e dënoi atë si një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. Sa i takon projektit të zonës së Zvërnecit, ai tha se nuk ka informacion të plot, por e ka ndjekur debatin publik. Nuk kam asnjë faqe, asnjë flet, asnjë gjë të atij projektit, megjithse ju them këtu, e kam ndjekur me shumë interes të gjitha publikimet që janë bërë. Në vijim, kryeministri theksoi qëndrimin e Partisë Demokratike në raport me investimet e huaja në vend. Partia Demokratike shpreha këtu ato që thash, mbështet absolutisht investimet e huaja, garanton pronën dhe pronart me një ligj që ndofta nuk ekziston diku tjetër, por e bam në atë kohë. Ai ligj është aty dhe ai ligj është shumë i drejtë. Në qoftë se ke firmos, je kryeminist dhe ke firmos, atëherë ti mban përgjegjësi për të gjithë pasojat e firmës tënde. Kjo është e vërteta. Nuk besoj se ka interes më të mrapsht për shqiptarët se sa përpjekja për të përzërë investitor të huaj. Ai u ndal dhe tek kuadri ligjor i pronësisë, duke pretenduar ekzistencën e një mekanizmi që garanton investitorët. Në rast se qeveria miraton një projekt të një investitori të huaj, i cili është bazuar në dokumenta origjinale shtetërore, pronësie, kadastre, dokumenta origjinale, çdo problem që lind pas miratimit të qeverisë, qeveria i përgjigjet palës me çmimin e tregut. U vu ky ligj sepse konstatoja që me investitor shqiptar nuk ndodhte, kurse me investorët e huaj vraponin pas pengmarrjes. Deklaratat e Berishës vijnë 2 ditë pas ngjarjeve në Zvërnec, të cilat po hetohen ende nga autoritetet përkatëse.